ministrat e BDI-s dhe gjykatësit Maqedonë të gjykatës kushtetuese. Edhe ne u ballafaqum me njerë 6 mujt, e keni parasysh, në 6 mujt e parë ballafaqohesh me pasojat e politikave të këqija të BDI-s dhe ne nuk vajtuam. Ne ullëm edhe me këtë qeveri që nuk është në favorin tonë me numra, më thonë nuk është si qeveria lesë dhe mos me 42 Maqedonë dhe tjerët shqiptarë, dhe më thonë që më varët për deputetëve shqiptarë, kjo qeveri ka 65 deputet vëmërol edhe znam, dhe më thonë. Teoretikisht mund të apojnë vetë qeverin. Ne me këto numra kemi sjell diçka që nuk është sjell 22 vite. Jo mekanizëm statistikor, por ligj për përfaqësimin adekuat të shqiptarëve në administratën shtetërore dhe publike. Ligji ka kaluar në qeveri, ka shkuar në Komision të Venecias dhe mandej vjen në parlament bëhet i plot fuqishëm. Gjatë kësaj periudhe gjatë kësaj periudhe, një vjeçare. Ka degraduar situata apo e përfaqësimit? Po nëse s'ka pas hiç, ka pas një balancues. Sot ka ligj për përfaqësim, është avancimi i çështjes. Ka ligj që është në procedurë. Ligji ka mbet ashtu status quo, njëjtën status që ka pas kënë BDI-s. Përfaqësimi, brenda këtij viti janë punësuar mbi 2000 shqiptarë. Dhe ne kemi sfiduar BDI-n, zgjidhë vitin më të mirë që e kemi në këto 20 vite, edhe krahasojmë punësimet e përfaqësimit e shqiptarëve në nuk ka BDI vit që janë punësuar më shumë se 700 shqiptarë. Ne kemi punësuar mbi 2000. Kemi avansuar 800 shqiptarë që kanë qenë administratorë të ri, sot kanë marrë status në të mirë atje. Çështja e decentralizimit apo frymën e marrëveshjes së Ohrit. Edhe këtë duhet ta përmbylli se ato flasin pra që kjo qeveri është anti-marrëveshjes së Ohrit. Edhe unë bëj pyetje retorike. Cila qeveri është në frymën e marrëveshjes së Ohrit? Qeveria Ali Ahmeti, Nikola Gruevski, që ka harxhuar 1 miliard euro për lojë, për kuaj, për Shkupin 2014. Më thonë për ta ndryshuar historinë e këtij vendi, për ta ndryshuar historinë e popullit maqedon, duke mos u marrë as pak me shqiptarët ose duke vënë edhe Cartushonin shumë figura kontroverse në mes Shkupit, apo qeveria e jon që 1 miliard euro ndon për komunat ku 30% që shkon për 15 komuna shqiptare dhe 70% që për 60 komuna tjera. Pra nuk ka, me shumë përgjithësi, nuk ka qeveri prej viteve 90-ta deri sot që i kanë ndihmuar në këtë formë komunat shqiptare. Dhe kjo nënkupton pra fuqizim decentralizimit fiskal, që është shtylla kryesore e marrëveshjes së Ohrit. Pra, shumë e qartë, kjo është fryma e marrëveshjes së Ohrit. Nuk është fryma e marrëveshjes së Ohrit Shkupi 2014. Dhe çështjen tjetër që janë mundu ta plasojnë, të njëjtit të cilët ishin pioner të Open Ballkanit, këtë ka deklaruar di Roma për Ali Ahmetin, që ai është pioneri i Open Ballkanit. Të njëjtit i cili si ministri i punëve të jashtme 11 vizita ka bën në Beograd, dashni në Prishtinë. Qëndrimet për Mitrovic, Dveriu, domethënë ishin në një vi, thuj, identike me faktorin serb. Të njëjtit të cilët ja mundsuan Lavrovit vjen të shkelin Evropë vetëm në Shkup kur ministri ishte Bujar Osmani. Të njëjtët të cilët e kanë prodhuar Daka Davidovicin në Tetov me investime në tokën serbo-malezeze. Të njëjtët të cilët i kanë mundsuar admiralët e Mozartit, domethënë të bëhen metastaz të kazinove nëpër Shkup e nëpër Maqedoni. Të njëjtët tash që akuzuan për Alta Bankën, domethënë në fund doli që banka që kontrollohej nga Sasha Mjallkovi, ku aksioner është edhe miku i Ali Ahmetit, dhe përveç që ka dhënë pëlqim për shitjen e bankës, është aksioner brenda, ka marrë edhe kredi 5 milion euro nga banka serbe Alta Banka, pra punë që i kanë bërë vetë akuzojnë tjerët. Zoti Mexhidi. Pra, nuk ka degraduar çështja shqiptare, nuk janë maket shqiptare. Për gjitha këto që po i thoni ju. S'ka pas vrasjet shqiptarëve për bindje politike, s'ka pas raste të montuara, s'ka pas domethënë rrahje të shqiptarëve. Brenda 15 muajve i vetmi rast ka qenë në një stadium ku 2-3 huligan, domethënë që kanë përdorur narkotik, kanë shah shqiptarët, mirë po këto ngjarje. Vetëm se dha reagimi ishte pak se i vonuar si asnjëherë më herët. I kryeministrit. Si asnjëherë më herët. Ju dashën ja 2 ditë. Si asnjëherë më herët. Reagoi kryetari i shtetit, reagoi kryeministri, janë privu galeria, është shoh procedurë gjyqësore. A disa raste të tilla ka pas kur ka qenë BDI në qeveri? Janë vrarë shqiptarët, ndodhe rasti mosra, Bujar Osmani ka dalë ka xhiku, ajo pa i xhiku gjykata kushtetuese. A ndjeni ju në përgjithësi për gjitha